Ndërsa Spanja festonte fitoren e kombëtare së tyre në Kupën e Botës, u shënua edhe një viktim tragjike, një djalë 13 vjeçar i cili po festonte në provincën e Salamankës mbi një shatërvan humbi jetën pas shëmbjes edhe të instalacionit. Ngjarja ndodhi në veriperëndim të Spanjës, ku 2 të rinj u plagosën, duke përfshirë një fëmijë i cili theu njërin këmbë dhe pikërisht edhe viktima 13 vjeçar. Njerëzit po festonin fitoren e Spanjës brenda shatërvanit Arbol Gordo në Ciudad Rodrigo të Salamankës, kur ai u shëm pjesërisht 30 minuta pas mestratës. Ajo që duhet të ishte një fest për fitoren në Kupën e Botës të kombëtare spanjolle të futbollit është shndruar në një tragjedi, shkruan në rrjetet sociale Bashkia e Ciudad Rodrigos. Shërbimet e emergjencës për Castilla y León thanë se kishin marrë disa telefonata në lidhje me shëmbjen e shatërvanit, një pjesë e strukturës u shemb pasi disa njerëz u ngjitën mbi të për të festuar edhe fitoren e Spanjës. E tashmë mediat britanike po flasim për bashkëshorten e kryeministrit të ri britanik Andy Burnham. Po flasim pikërisht për Marie-France van Heel, bashkëshorten holandeze e cila në kolegj përshkruhej si vajza më cool, vajza më trendy e kolegjit, ndaj të cilës pati shansin dhe Andy Burnham të krijonte një familje me 3 fëmijë. Në fakt e njohur si Frankie, ajo nisi të studionte në kolegjin e Fitzwilliam në Universitetin e Cambridge në 1989, ku Burnham ishte në vitin e dytë të studimit të literaturës angleze, ndërsa vet Van Heel gjithashtu po studionte në të njëjtën shkollë. Van Heel ka lindur në janar të 70-s, në të njëjtin muaj me Burnham, është rritur në Hollandë dhe Belgjik përpara se të shpërngulin në Mbretërinë e Bashkuar. Ata nisin të dilnin së bashku në universitet, por ka dhe një histori shumë interesante. Në ditët e para të lidhjes mes tyre, Frankie kërkoi Andy Burnham nëse mund të shkonte në një emision televiziv për takime të para, i cili quhej Blind Date. Dhe Andy Burnham pranoi dhe në 92-shin shihet pikërisht Frankie Van Heel me stilin e atyre viteve, ku zgjedh Willin nga Surrey për të qenë shoqëruesi i saj me pushime në Gibraltar, por dyshja nuk u përputhën mirë me njëri tjetrin dhe kështu Frankie vijoi marrëdhënien me Andy Burnham dhe ja ku janë sot çifti i pushtetshëm i Mbretërisë së Bashkuar, ku Andy Burnham tashmë është kryeministri i ri britanik i sapo betuar dhe gjithashtu lideri i Partisë Laboriste. Ata në fakt kanë disa fëmijë së bashku, kanë Rosie, Annie dhe gjithashtu edhe Jimin, fëmijën e tyre të parë. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance, është bërë baba për herë të 4. Bashortja e tij, Usha Vance, ka sjellë në jetë një djalë të shëndetshëm i cili është pagzuar me emrin Alec Neil Vance, i lindur të dielën në mëngjes dhe tashmë sipas edhe deklaratës së vet zëvendës presidentit J.D. Vance, Usha dhe fëmijët janë të lumtur dhe të shëndetshëm dhe fëmijët tanë janë shumë të gëzuar që takojnë vllajën e tyre të vogël. Çifti ka 3 fëmijë të tjerë, Ewan 9 vjeç, Vivek 6 vjeç dhe Mirabel 4 vjeç. Është hera e parë që një zëvendës president në detyrë lind një foshnjë për më shumë se 150 vite. Usha Vance lindi dhe u rrit në San Diego të Kalifornisë nga një baba inxhinier mekanik dhe një nën biologe molekulare, të cilët ishin zhvendosur në Shtetet e Bashkuara nga Andhra Pradesh i Indisë. Ai u takua me J.D. Vance si studente në Fakultetin Juridik të Yale në vitin 2010, kur ata u bashkuan një grupi diskutimi mbi rënien sociale në Amerikën e Bardhë. Presidenti Donald Trump gjithashtu përshëndeti lajmin duke shkruar në një postim në rrjetet sociale: "Urime, një djalë i përsosur dhe një familje e mrekullueshme Vance." Një